Në këtë edicion do të ndiqni Asamblisti Hysni Muadri bën thirrje për pjesëmarrje sa më masive në protestën e 17 shkurtit. Kuzhina e spitalit Isa Greza në Gjakov së shpejti me pamje krejtësisht të re. Loja fundit nesër mbrëma në kineman Hyrje Hana, Luizi e Kiara prezent. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Thirrjet për pjesëmarrje sa më masive në protestën e 17 shkurtit që do të mbahet në Prishtinë janë duke vazhduar në forma të ndryshme nga individ dhe grupe të caktuara. Së fundmi edhe asamblisti Hysni Muadri ka shfrytzuar foltorin e kuvendit të Gjakovës për të bërë thirrje për protestë. Në një prononcim për Syrin, asamblisti Muadri tha se është koha që kudo ku ka shqiptar t'i bashkohen protestës së 17 shkurtit. Hysni Muadri, antari pavarur i kuvendit të komunës së Gjakovës, ka bërë thirrje që me 17 shkurt të protestojmë dhe t'i bashkohemi platformës Liria ka emër, e cila është në mbështetje të krerëve të UÇK-s që janë duke u gjykuar në Hag. Siç e dini, do të data 17 shkurt është data ku është bërë thirrje për protesta apo marsh paqësor në mbështetje të liderëve të Kosovës, ose presëve të ushtrisë lehmtare të Kosovës, zotit Thaqi, zotit Krasniqi, zotit Veseli dhe zotit Recep Selimi. Ai thotë se të gjithë duhet të japin mesazhin se UÇK dhe liderët e saj nuk kanë kryer krime. Arsyeja pse unë mendoj pse është bërë kjo thirrje është që të unifikohemi edhe si popull, ta japim një mesazh qartë edhe për gjykatën speciale e për faktorë ndryshëm të cilët e kanë shtyr të bëhet kjo gjykatë, japim një mesazh që ushtria lehmtare e Kosovës, liderët e saj nuk kanë bërë krime. Ai thotë se ka mbështetje nga shoqata, individ dhe parti politike që t'i bashkangjiten protestës së 17 shkurtit në Prishtinë. Besoj se gjitha partitë politike në Kosovë, shoqata, individ me influencë apo kushdo qoftë, do t'i bashkangjitet kësaj proteste, do të bëj thirrje që kjo protestë t'jetë sa më masovike dhe përçohet mesazhi me datën 17 shkurt. Të jetë në të njëjtën kohë të jetë fest dhe të jetë një mesazh i qartë për ato çfarë po ballafaqohen udhëheqësit e ushtrisë lehmtare të Kosovës. Muadri tha se do të ketë edhe organizime nga Gjakova nga subjekte të ndryshme dhe individ, të cilët me 17 shkurt do të nisen nga Gjakova për protestat për krerët e UÇK-s që janë në Hag. Hapësirat publike të destinuara për fëmijë jo gjithmonë janë në gjendje të mirë. Shumë shpesh ato janë jashtë funksionit apo me funksione të pjesshme, duke mos i mundësuar fëmijëve t'i shijojnë ato, por edhe pse të dëmtuara asnjëherë nuk dihet se kush është fajtori, fëmijët apo të rriturit po humbin funksionin e tyre. Hapësirat publike të destinuara për fëmijë në lagjet e qytetit nuk janë gjithmonë në gjendje të mirë. Shumë prej tyre janë jashtë përdorimit ose operojnë me funksione të pjesshme, duke mos u mundësuar fëmijëve të shijojnë lojrat dhe aktivitetet në mënyrë të sigurt. Pamjet e regjistruara nga kamera e televizionit Syri tregojnë një rast konkret ku një poset është mbuluar me dërrasa, duke krijuar një rrezik të madh për jetën e fëmijëve që frekuentojnë këtë zonë. Përveç posetës, edhe lodrat e tjera në këtë hapësirë janë të dëmtuara dhe të rrezikshme për përdorim. Banorët kërkojnë rregullimin e menjëhershëm të hapësirave publike, duke theksuar se lodrat dhe këndet e lojrave për fëmijë duhet të jenë më të sigurta dhe funksionale, jo vetëm të pranishme. Nga të tjerët u kërkua që kushtet që e dëmton pronën publike të ndëshkohet me gjop.
Tekniku dentar është një hallë thelbësor në trajtimin stomatologjik pasi cilësia punës së tij përcakton suksesin afatgjat të restaurimeve dentare dhe kënaqësinë e pacientit. Edhe pse ai nuk ka kontakt të drejt për drejt me pacientin, në shumicën e rasteve puna e tij ndikon drejt për drejt në funksionin, estetikën dhe shëndetin oral të pacientit. Kështu bëri të ditur në emisionin Med+ tekniku Dren Qela. Roli i tekniku dentar është i pandashëm nga i dentistit pasi vetëm përmes bashkëpunimit dhe komunikimit të vazhdueshëm arrihet një rezultat i suksesshëm. Kjo lidhshmëri profesionale siguron punime cilësore, funksionale dhe estetike, të përshtatura sipas nevojave specifike të pacientit. Bashkëpunimi i ngushtë ndihmon në realizimin e restaurimeve të sakta, duke garantuar rehati, qëndrueshmëri dhe kënaqësi afatgjate për pacientin. Tekniku i dhëmbëve Dren Qela thotë se dentisti dhe pacienti fillimisht dakordohen për llojin e materialit të dhëmbëve, e pastaj tekniku vazhdon me punën dentare që sipas tij zirkoni është aktualisht më i kërkuari. Duke filluar nga zirkoni, metal porcelani, tash ka dalë edhe një ore titan porcelani, vend metal porcelanit që ka qenë më herët, tash ka dalë me titan për shkak higjienës, estetikës edhe fortësisë. Titani është më i fortë, nifet. Edhe është biokompatibil. Për plus ajo. Pastaj kemi punime me akrilat si që janë protezat, ka punime me kompozit, një lloj tjetër i protezave, kështu që na i përfshijmë të gjitha llojet e materialeve që duhen mi pas një laborator. Qoftë zirkon, qoftë emax për estetik më të madhe, qoftë edhe metal porcelan ose titan porcelan që janë zgjedhje më dytësore. Tutje tekniku Qela tha se gjatë punës është shumë rëndësi t'i kushtohet kujdesi veçantë edhe ngjyrës së dhëmbit, që i duhet me saktësi pacientit. Pjesa më e delikate është se ngjyra duhet më konë shumë i kujdesshëm, duhet më pas shumë se sado që zbukuroj unë, bone nuk u bo mirë këtu, prishet gjithçka, kështu që duhet më konë e kombinuar mirë. Një tjetër element i rëndësishëm që vuri në dukje tekniku Qela ishte edhe kujdesi që pacienti duhet të ketë me higjienën orale, me qëllim që edhe puna dentare të ketë më shumë qëndrueshmëri. Pjesa kryesore kalon në fund te pacienti. Nëse pacienti është i kujdesshëm në higjienë, ka me pas jetë gjatësit punimeve që ka bo, pavarësisht ta ka bo me implante apo ka vendosur apo protezë, se cilin punim duhet me pasru të paktën 2 herë në ditë. Për shkak të higjienës mirë, jeta i zgjatet çdo lloj punimi që e vendosin gojë. Nëse nuk i rrim gati pastrimit, higjienës edhe kontrollës vazhdueshme, paktën 2 herë në vit te dentisti, atëherë nuk ka më as zgjat që i punim, qoftë i mirë, qoftë i keq, nuk ka më zgjat sa duhet më zgjat. Ndërkohë, krahas higjienës dentare dhe organizimit të laboratorit dhe ndjekja protokolleve profesionale janë pjesë rëndësishme e kujdesit ndaj punës dentare. Vetëm përmes përkushtimit maksimal dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm me dentistin arrihen rezultate të suksesshme dhe afatgjate. Kuzhina e spitalit i Sagreza në Gjakov së shpejti do të merr pamje krejtësisht ndryshe. Kjo pasi në këtë mjedes është duke u investuar me qëllim që përgatitja e ushqimit të bëhet në kushte sa më të mira dhe cilësore për të gjithë pacientët të hospitalizuar dhe për të gjithë të punësuarit në këtë mjedes shëndetësor. Është afruar përfundimi i renovimit të kuzhinës së spitalit i përgjithshëm i Sagreza në Gjakov. Sipas drejtorit të spitalit Helmi Shala, kuzhina po rregullohet sipas standardeve më të mira bashkëkohore me qëllim përmirësimin e kushteve të punës dhe shërbimeve për pacientët. Ka qenë investim shumë i nevojshëm dhe shumë i domosdoshëm, për shkak se kuzhina ka qenë qysh kur është ndërtu spitali, nuk ka pasi investimin në këtë vend, ambienti ka qenë i papërshtatshëm edhe për punëtorët, po edhe për përgatitjen e ushqimit. Dhe në këtë rast SHSOK-ja, pra Shërbimi Spitalor Klinik Universitar, me përkrahjen e drejtorit e përgjithshëm të SHSOK-s, drejtorit Elvira Azizi, projekti është në mbështet, është një investim mbi 200.000 euro dhe ka qenë shumë e nevojshme dhe domosdoshme pra ndërhyrja në këtë pjesë. Shala bëri të ditur se kuzhina do të pajiset me aparatura të reja moderne të cilat do të lehtësojnë punën e stafit dhe do të rrisin efikasitetin në përgatitjen e ushqimit.
do të jenë edhe pajisjet e reja, do të jenë edhe pajisjet ftofse, gjithë çka do të jetë e re, në kuzhinë do të na mbështet edhe projekti ISS, pra shteti zvisran, me transportin e ushqimit dhe një dhomë të ftofse. Në këtë pjesë do të na përkrajnë ata. Ai theksoi gjithashtu se përveç përmirësimit të cilësisë së ushqimit janë bërë edhe shumë ndryshime të tjera infrastrukturore brenda hapësirës së kuzhinës. Unë kam insistuar që transporti i ushqimit nga kuzhina deri tek pacienti dhe deri tek personeli shëndetësor të shkon në mënyrë të sigurt dhe të jetë me ende të përshtatshme, ku të ruhet temperatura, të ruhet cilësia, por edhe siguria e ushqimit. Kuzhina e renovuar pritet të lëshohet në funksion shumë shpejt. Në regjinë e Bjordi Mejzinit, loja e fundit është filmi i radhës që do të shfaqet nesër mbrëma në kineman Hyrie Hana, ku protagonistët kryesor janë Lojz Elli dhe Kiara Tito. E mira e kësaj ngjarjeje kulturore është se të dy protagonistët do të jenë fizikisht prezent në shfaqjen e premierës, si një mundësi e mirë për të bashkëbiseduar me të gjithë adhuruesit e tyre në hapësirat e kinemas. Pritje si erdhi fundi. Në kino Hyrie Hana, sonte me fillim nga ora 19, do të shfaqet filmi Loja e fundit, me protagonist kryesor Lojz Elli dhe Kiara Tito. Përveç shfaqjes së premierës në ora 19, filmi do të shfaqet edhe në ora 21, kështu u shpreh menaxherja marketingut në kino Donjeta Bobi. Me aktorët kryesor Lojz Elli dhe Kiara Tito do të shfaqet sonte si premier me 14 shkurt në 2 orare të ndryshme, ku i kemi vetëm edhe disa vende të lira. Orari i parë është në ora 19, ndërsa i dyti në ora 21. Tutje Bobi bëri të ditur se me datë 15 shkurt është organizuar edhe një meet and greet, ku një pjesë e kastës së aktorëve do të jenë prezent në kino Hyrie Hana për ta takuar publikun. Nesër kemi përgatitur e diel 15 shkurt në ora 21 një meet and greet për të gjithë ata që dëshirojnë mi taku aktorët nga afër. Keni Lojz Ellin këtu të pranishëm në kino Hyrie Hana edhe disa prej aktorëve të filmit të tjerë. Fatkeqësisht bileta të lira më nuk ka për datë 15 shkurt, por mundeni më ardhe dhe vetëm i taku aktorët. Filmin mundeni mi shiku me 14 shkurt në 2 orare që i ceka pak më herët. Ndërkaq pas takimit të kastës me publikun në ora 21, në ora 21:15 do të shfaqet edhe filmi Loja e fundit. Kujtojmë se kino Hyrie Hana ka organizuar edhe një lojë shpërblyese Weekend Lovers, ku të gjithë ata që blejnë bileta të filmave me datën 13, 14 dhe 15 shkurt mund të bëhen pjesë e lojës dhe të fitojnë një prej shpërblimeve të shumta. Ndërtimi i odës së Ponoshesit përfaqëson një ndërhyrje të rëndësishme në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike të zonës. Përmes këtij projekti synohet jo vetëm ruajtja e trashëgimisë, por edhe promovimi i turizmit kulturor dhe edukimi i brezave të rinj mbi rëndësinë e odave të dikurshme, si një hap i rëndësishëm drejt mbrojtjes së identitetit kulturor lokal dhe kombëtar. Oda e fshatit Ponoshec është ndërtuar në dispozicion të fshatarëve të cilët e shfrytëzojnë atë për të mbajtur të pame, si dhe për festa e ceremoni të ndryshme familjare. Banori i fshatit Hazir Duçi tha se ndërtimi i odës është bërë fal kontributit të përbashkët të gjithë fshatarëve. Ta kemë bon për punë që ty në të panë, më së pari, edhe dyta për shkat ke nevoja, sobën e kanë bon vetë fshatarët, me vetë kontributin e vetë të tonë, i kanë qitë parët edhe e kemë kryja. A i theksoi se kjo hapësirë ka lehtësuar shumë jetë në fshat, pasi më herët organizimet mbaheshin në shtëpi. I kemi laka 500 euro për një ditë për fshatora, 3 ditë 1500, të tash e kemë pa parë, ma mirë nuk ka. Faleminderit për gjithëve që ata që na kanë kontribu, edhe të jashtit, diaspora kanë qitë të tonë. A i shtoi se oda tradicionale tashmë mungojnë në fshat, ndërsa shtëpit moderne nuk i kanë më ato hapësira të veçanta për pritje. Sipas tij, oda po shfrytëzohet për mrekullin nga banorët dhe është kthyer në një pikë të rëndësishme tubimi. Objekti ndodhet në qendër të fshatit Ponoshec. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim.
Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Asamblisti Hysni Muadri bën thirrje për pjesëmarrje sa më masive në protestën e 17 shkurtit. Kuzhina e spitalit Isa Greza në Gjakov së shpejti me pamje krejtësisht të re. Loja fundit nesër mbrëma në kineman Hyrje Hana, Luizi e Kiara prezent. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndeshni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.